Me rezolutën e kuvendit për antarësim në NATO nga viti 1993, antarësimi në NATO është deklaruar si prioritet më i lartë strategjik. Vendimi është miratuar me konsensus të gjitha partive parlamentare dhe jashtë parlamentare dhe me shumicë të madhe të qytetarëve. Në vitin 1995, Maqedonia u bë antare e plotë e iniciativës së NATO-s Partneritet për Paqe. Në prill të vitit 1999, në samitin e NATO-s në Washington, Maqedonia u bë kandidat për antarësim dhe u bë pjesë e planit aksional për antarësim, Membership Action Plan, që zgjat deri më sot. Në vitin 2002, qeveria, në fillim të mandatit, me ndryshime ligjore, mundsoi pjesëmarrje më intenzive të ushtarëve të ARM-s në misionin ISAF. Në vitin 2006, qeveria, në fillim të mandatit, me ndryshime ligjore, mundsoi pjesëmarrje më intenzive të ushtarëve të ARM-s në misionin ISAF. Në vitin 2008, samiti i NATO-s në Bukuresht. Tomorrow, NATO will make an historic decision on the admission of 3 Balkan nations, Croatia, Albania, and Macedonia. Ftesë për antarësim morën Kroacia dhe Shqipëria, por edhe pse u paralajmërua, ftesë të tillë nuk mori edhe Maqedonia, për shkak të kontestit për emrin me Greqinë. Në vitin 2018, 10 vjet më vonë, Maqedonia është ftuar që të bëhet antare e 30 e Aleancës së NATO-s. Në janar të 2019-s, pas nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës, Parlamenti i Maqedonisë me 81 vota për votoi për ndryshim të kushtetutës me të cilin emri i shtetit ndryshohet në Maqedonia e Veriut. Në shkurt të 2019-s, me nënshkrimin e protokollit për pranim të marrëveshjes së Washingtonit, Maqedonia e fitoi vendin e saj në Aleancën e NATO-s. Mungojnë edhe disa hapa formale për zyrtarizim të antarësimit të plotë. Nga pavarësimi deri më sot, shumica e popullit të Maqedonisë edhe të gjitha pushtetet deri më tani i kanë dhënë mbështetje të fuqishme përcaktimit për integrim në Aleancën Veriatlantike.